po flas për gratë në këtë rast, nuk mund të mbajnë një marrëdhënie shoqërore me ish partnerin e tyre për vetë faktin sepse do kërkojnë prej tij ose varësi emocionale ose varësi ekonomike. Mundet që një çift që dikur kanë pasur një lidhje dashurie ta mbajnë raportin vetëm si shok? Unë jam pak preciz në këtë mendimin tim rreth kësaj teme, mund të them që nuk ekziston shoqëria pas një marrëdhënie që ka qenë çift, pas një marrëdhënie dashurore midis dy personave, sepse e para punës njëri prej tyre gjithmonë do jetë ai që ndihen, ose ai që do pres rikthim. Dhe zakonisht gratë, po flas për gratë në këtë rast, nuk mund të mbajnë një marrëdhënie shoqërore me ish partnerin e tyre për vetë faktin sepse do kërkojnë prej tij ose varësi emocionale ose varësi ekonomike, ose do ketë një interes jo të pastër që nuk përkufizohet për shoqërinë e pastër, po më thënë. Thua që gratë janë ato që nuk mund ta mbajnë një shoqëri me ish partnerin? Thua që gratë kërkojnë patjetër diçka? Unë zëra shumë gratë, por dhe meshkujt në këtë rast, burrat në këtë rast, në moment që kanë komunikim me ish partneren, edhe konsiderohen miq ndërmes veti, edhe meshkujt në këtë rast thjesht po gënjejnë veten, pasi normalisht nëse ke kaluar kohë me të edhe ke fjet me të ose ke shkëmbyer shumë ndjesi dhe pasion me të person, është e pamundur që të kesh shoqëri më vonë. Do me thënë, do kesh ato gjëra në kokë edhe herë apo vonë do kërkosh përsëri të njëjtën gjë. Do presësh një derë të hapur përsëri për t'u rikthyer asaj marrëdhënie.